Nën qalilan wa iyaya fattakun. Sadakallahu l-adhim. Besoni fuqishëm në atë në Kur'anin që është shpallës, që jo është shpalla si vërtetuesi asaj shpalljes që e keni. E mos u bëni mohuesit e parë ti. Mos i fshihni ajetet e mia për hir të një çmimi të ulët dhe vetëm prej meje ruhuni. Bëhet fjalë për një periudhë shumë të vështirë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i zbriste, ju tregonte popullit këto fjalë të Allahut xhelle xhelaluhu, por keni parasysh në mes të atij populli që besoi, ishte edhe i popull që nuk besonte fare, edhe që do të vazhdojë të mos besojë deri ditën e gjykimit. Do vazhdojnë të mos besojnë. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu thotë dhe besonin te në atë shpallje, në atë Kur'an, që unë po ju asjell thotë si vërtetim i asaj që kishit përpara. Elhamdulillah, domethënë mirësitë e vetëm kësaj pjese të Kur'anit apo këtij gjysmë ajeti janë të mëdha. E para, Allahu xhelle xhelaluhu thotë besonin këtë. Domethënë pjesa e parë thotë besonin Kur'anin. Besonin në këtë shpallje. Pra të gjithë do ta besojmë si libër të Zotit xhelle xhelaluhu, pa asnjë lloj me dyshje, pa asnjë lloj dyshimi. Pra erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë do ta besojnë. Nuk ka pa e besojmë apo ishim popull tjetër, nuk ishim popull tjetër. Kishim shpallje tjetër, s'kishim shpallje tjetër. Allahu xhelle xhelaluhu besonin në këtë shpallje, të cilën thotë unë po asjell si vërtetimi asaj që ju e keni. Elhamdulillah, si na ndihmon Zoti xhelle xhelaluhu, që edhe sot e kësaj dite ne t'i përgjigjemi atyre që janë në fe të tjera. E çfarë thotë i Madhi Zot xhelle xhelaluhu? Të thotë unë kam sjell që t'ju vërtetoj atë që ju kishit. Çfarë kishit? Pra erdhi Ademi alayhis salam, erdhi besimtar në Zotin. Njeriu i parë, i dërguari i parë, edhe kishte 10 flejet Ademi për këshilla për njerëzit, meqense njerëzit pra ishin pak, edhe 10 fletët e Ademit, që hunë suhufet e Ademit, 10 kanë qenë gjithsej, 10 faqe, 10 fletë, këshilla për njerëzit. Ama, çfarë thot Allahu xhelle xhelaluhu? Se unë thot po asjell si vërtetimi i asaj, duke filluar nga Ademi, nga Nuhi alayhis